Vllaznia pësoi një humbje katastrofike me shifrat 5-0 ndaj Malishevës në ndeshjen e kthimit të Ligës së Konferencës këtë të mërkur dhe i dha lam të mirën pjesëmarrjes në këtë edicion me kompeticionet ndërkombëtare. Një humbje që është pasuar me kritika të panumërta në rrjetet sociale nga tifozët, të cilët kanë kërkuar në korë ndryshime radikale në klub. Kuqeblut kanë dalë me një komunikat zyrtare duke kërkuar ndjesë duke justifikuar se gjithë kjo situatë kishte qenë pasojë e pamundësisë për të regjistruar futbollistë për shkak të merkatos së bllokuar nga FIFA, me që klubi kishte borxhe ndaj ish-lojtarëve. Të dashur tifoz kuqeblu, ndjejmë detyrimin moral të kërkojmë ndjesë për rezultatin e djeshëm dhe për zhgënjimin që përjetuat së bashku me ne. Fatkeqësisht, për arsye burokratike dhe procedurale, skuadra jonë u detyrua të përfaqësonte vllaznin në Kupat e Europës e cunguar, pa pasur mundësinë të aktivizonte të gjithë lojtarët e planifikuar. Kjo ishte një situatë e jashtëzakonshme që ndikoi ndjeshëm në ecurinë tonë europiane. Megjithatë, kjo nuk e zvoglon përgjegjësinë që kemi ndaj fanellës kuqeblu dhe ndaj jush, që na keni mbështetur gjithmonë me besnikëri. Ju falenderojmë për durimin, besimin dhe përkrahjen tuaj të pakushtëzuar. Tani është koha të shohim përpara. Kampionati fillon me 22 gusht dhe ju premtojmë se do të bëjmë gjithçka për të ndërtuar një skuadër konkurruese që do të luftojmë me dinjitet për çdo objektiv dhe do t'ju bëjë sërish krenar. Në ditët në vijim, drejtuesit e klubit dhe stafi teknik do të vjojnë përgatitjet intensive për sezonin e ri, duke vijuar me përforcimin e skuadrës dhe përmirësimin e çdo aspekti të lojës. Synimi ynë është i qartë, të rikthejmë vllaznin aty ku i takon, në majat e futbollit shqiptar dhe me një paraqitje dinjitoze në çdo kompeticion. Një falënderim vllazëror shkruan për Malishevën, drejtuesit dhe tifozërinë e saj për mikpritjen dhe korreksinë e treguar gjatë qëndrimit ton. Ju urojmë suksese në vazhdim të rrugtimit evropian dhe shpresojmë të përfaqësoj sa më dënësisht futbollin shqiptar në rajon. Forca vllaznia, shkruan klubi. Megjithatë, dhe pas kësaj ndesje publike, tifozët nuk kanë kursyer kritikat ndaj skuadrës. Stafi teknik me në krye trajnerin Edi Martini dhe drejtuesve të klubit me në krye presidentin Alban Xhaferi, duke cilësuar paraqitjen në Kosovë si një nga më të dobtat në historinë europiane të vllaznisë.